në fund, pra cilat janë planet tjera meriton saj përket infrastrukturës pra në Ferizaj? Çka mund të kemi kësaj viti, mund të them, çka mund ta përmbyllim këtë vit me planet infrastrukturore? Me të vërtet kemi pas shumë projekte dhe kemi shumë planifikime për qytetin e Ferizajt. Problemi kryesor është që këtë vit jemi me të vërtet të bllokuar nga dëmi që na shkaktuan nga kontrata kolektive. Gjithë buxheti na është marrë, diku afër 17 milion janë marrë në komunën e Ferizajt, kurse në vetëm për investime kapitale i kemi afër 14 milionëve. Dhe kjo ndoshta ka qenë edhe arsyeja që disa projekte janë po themet janë duke punuar me një dinamik më të ulët, por megjithatë jemi duke punuar në disa projekte, siç janë zgjerimi rrugës në fshatin Bibaj nga Ura deri te kyçja në autostradë, që është duke u bërë rruga me 4 kërsi dhe jemi pothuajse në përfundim, deri në fund vitit do të jetë e përfunduar kjo rrugë. Jemi duke punuar në segmente të reja rrugore që kemi që të bëjmë lidhje më të lehta edhe për fshatra, edhe pse të gjitha këto fshatra kanë ka 2 ose deri në 3 lidhje që lidhen me rrugë magjistrale, jemi duke bërë edhe lidhje tjera të reja, siç është edhe lidhja në mes fshatrave Zllatar Mirësal, jemi duke punuar në hapjen e trasesë rrugës, pasi që është këtë rrugë e re. Jemi duke punuar në lidhjen e fshatit Komogllav me fshatin Bibaj dhe direkt në kyçjen e autostradës, është një segment rrugor pe 4 kilometra që është duke punuar me intensitet aty. Jemi duke punuar në fshatrat në rrugët që lidhin në fshatin Slivov, Koshare, Tërn. Jemi duke punuar në rrugica të ndryshme, por jo me intensitet të lartë, pasi që projekte që ai kemi me buxhet vetanak me të vërtet kemi pak pengesa dhe jemi duke punuar me intensitet më të ulët. Si dhe jemi duke punuar edhe në platon mbi nënkalimin e madh të qytetit afër stacionit policor, pasi që këtë vit duhet të përfundohet ai segment, është duke u bë parki, sheshi dhe gjithë ato që janë të përfshime mbi platon e nënkalimit të ri. Po. Meriton falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë ato detaje që i dhe për ne dhe për shikuesit tanë, juve punë bën Ferizaj. Faleminderit juve, gjithë të mirat. Faleminderit gjithashtu. Do të kalojmë